E Parisin me ma fal, me Gjakovën jo se ndron. Na shta e ndran, na shta dhe nuk e ndran, masit e shes sa i ka mojt premtimet kryetari Gjakovës. Ardian Gjini, kryetari komunës Gjakovës, i ka bo veç 35 premtime. Për krahasim, mandatin e kalum i ka bo 78. Premtimet e tij janë ndonë fusha ndryshme, mas shumë të infrastrukturë me 8 premtime. Një premtim që nuk mbojnë në infrastrukturë është funksionalizimi i linjave hekurudhore në Gjakov. Pastaj në shërbime publike 6 premtime, 2 që nuk janë bojt janë vendosja e interfonëve dhe dyerve të blinduara në të gjitha banesat kolektive dhe objekti i vjetër i administratës komunale do të kalojë në menaxhim të qendrës rinore. Kurse premtimet e tjera sipas fushave janë ndosur më poshtë. E premtimet e tjera të pambojtura janë këto: lidhja e tregjeve të qytetit me pikat përkumbulluese të produkteve bujqësore në bujqësi, investime në zbulime të zonave të reja arkeologjike në kulturë, përfundimi i fushës profesionale të atletikës dhe ndërtimi i pishinës olimpike në sport. Çka puna e kësaj pishinës olimpike që kërkosh nuk mund të bën nuk e di. Edhe funksionalizimi i kompanisë publike, arkitekti i qytetit në urbanizëm. E me përqindje i ka mbojt 54% të premtimeve. Kaq për Gjakovën, presim Gjakovarët me na tregu e para e kishin ndru Gjakovën me Parisin, edhe e dyta sa janë të kënaqur me punën e kryetarit, edhe follow se shkuam gati e kryetëm krejt komunat.